Vdekja e Liam Payne zbulojnë detaje të reja kush është kamarieri homoseksual që i shiti drogë dhe e kaloi natën me të. Një vit pas vdekjes tragjike të Liam Payne, vazhdon çështja të pushtoj mediat. Këngëtari 31 vjeçar i One Direction humbi jetën duke rënë nga balkoni i hotelit Casa Sur Palermo në Buenos Aires pas një nate të kaluar me kamarierin 25 vjeçar Brian Nauhel Paris, i cili është ndaluar në kushte të tmerrshme, akuzohet se i ka furnizuar këngëtarit me drogë vetëm disa orë para vdekjes së tij. Nëse shpallet fajtore, ai rrezikon të kalojë 15 vitet e ardhshme të jetës së tij në burg. Megjithatë, ai pretendon se është i pafajshëm dhe se ishte viktimë e shfrytëzimit, një i ri varfër që ishte në vendin e gabuar dhe kohën e gabuar. Mbrëmja fatale në restorant. Të dy burrat u takuan më 2 tetor në restorantin luksoz Cabana Las Lilas në lagjen Porto Madero, ku Pais punonte si kamarier. Atë natë, thot ai, vuri re një Liam Payne të çuditshëm dhe i hutuar, i cili shkonte vazhdimisht në banjë dhe dukej sikur ishte në ndikimin e drogës. Kur ju afrua arkës, më pyeti nëse kisha drogë, kujton Pais në deklaratën e tij. Unë refuzova, por ndjeva sikur donte të më afrohej. Para se të largoj, riu i dha profilin e tij në Instagram, një veprim që do të shënonte jetën e tij. Disa orë më vonë, Payne e kontaktoi atë në një llogari të re me emrin e të dashurës së tij të atëhershme, duke i kërkuar të takoheshin. I riu dukshëm i emocionuar pranoi takimin në hotel. Të dy u takuan në hotelin Casa Sur Palermo, ku po qëndronte këngëtari. Kamarieri përshkruan një skenë kaotike, tavolina të mbushura me pije, mbetje droge dhe një Payne që ishte i lumtur në një moment dhe pastaj u shemb në tjetrin. Ai më tregoi këngë të papublikuara, pi muiski dhe bisedua me ndihmën e Google Translate, thot Pais. Unë nuk e preka drogën, por ai e përdori atë përsëri. Gjatë natës, sipas dëshmisë së tij, pati një moment të veçantë midis tyre. Pais pranon se kishte intimitet, por mohon se kishin bërë seks. Ai ishte emocionalisht i brisht, ai kishte nevojë për shoqëri, jo për asgjë tjetër, ka thënë ai. Përpara se të largoj, këngëtari i dha atij një orë Rolex dhe disa rroba, një veprim që u interpretua si shenjë besimi. Megjithatë, sipas prokurorëve, koha e këtyre dhuratave dhe depozitave të gjetura në llogarinë bankare të Pais përforcon dyshimin se ishte një pagesë. Paratë që ndryshuan të dhënat. Gjatë hetimit, autoritetet zbuluan shuma jashtëzakonisht të mëdha parash të transferuara në llogarinë e Pais brenda pak ditësh nga takimi me Payne. Edhe pse ai këmbguli se kjo ishte ndihmë financiare nga miqtë të afërmit, policia beson se ishte një pagesë e lidhur me një blerje droge. Avokati i tij, Juan Paulo Facente, pretendon se nuk ka prova që paratë erdhën nga Liam Payne dhe se klienti i tij po shënjestrohet për shkak të statusit të tij shoqëror dhe seksualitetit. Pais pretendon ai është rrahur në burg, është djegur me ujë të nxehtë dhe është kërcënuar sepse është homoseksual. Ai gjithashtu vuan nga depresioni dhe merr antidepresiv të fortë.